Pra në shtator do nisni pra protestat. Ditën e parë që të fillojnë ata në atje na kanë në përkëm. Po, duke qenë se kaluan 3 mandate, këtë mandatën e 4, keni besim që mund ta vërujnë zjarr qeveria? Jo, këtë mandat ata do mbushen për vete. Sepse ne e shikojmë se ç'bën me pronat në Bregdet, e shikojmë se ç'bën gjora me këtë investitorin strategjik. Ne shikojmë këta që dënohen, i sekuestrojnë, thonë, ndaja popullit, ndaja fugarenjve, ndaja ju të rinjve, ju doni të punoni 200 vjetë që të krijoni familje, ne kemi rinin që nuk na martohet dot, sepse nuk ka ku të vej, ku të strehohet, ku të fut kokën. Duhet punosh 200 vjetë që të blesh një banes, me çmimet që kanë ngritur këta, se janë çmime falso. Nuk janë çmimet që duhen realitet. Se ne e dim sa del kosto e ndërtimit, sa duhet të jetë fitimi. Këta tatimi fitim s'kan, këta vjedhin në mënyrë galopante. Në 1 lejë ndërtimi për shembull, qeveria, bashkia merr X%. Nga këto përqindje që ndërtohet, sepse ne jemi dëshmimtarë, shohim Tiranën, shohim Shqipërinë, shohim për shembull Astirin, s'ka një kopësht, një qerdhe publike. Shohim atje te kompleksi në Shiraku, te Teli Gjorgji, asnjë vetëm private. Tani nga këto përqindje që marrin këta, i marrin përqindjet, i marrin në formë leku me koston e ndërtimit, i futin në xhepin e tyre këta dhe nuk e mendojnë për popullin. Prandaj këtu duhet një fshesë e madhe, edhe Spaku. Spaku është i varur, nuk është i pavarur. Ne i shohim të gjitha se jemi dëshmitar të kësaj gjëje. Unë nuk kam frikë sot të flasë dhe lancoj kudo që të më nderin, sepse unë 74 i mbusha, në kohën time 50 vjeç dilje në pension, 65, se unë kam shumë shok që se kanë arritur dot, ne kemi dhe një hall tjetër. Del Minatori në pension 55 vjeç, në vitin 2019, do me thënë u bë që u kryua një bonus 1% për çdo vit në toke, dhe këtë bonus nuk ja jep në 55 kur bën mbylljen që bën dokumentat për pension, po ja jep në moshën 65 vjeçare. Nga 55 në 65 janë 10 vjet që vjedh çdo minator që del në pension. Dhe shumë e shumë të tjera që i bëjnë këta. Zoti Zhino, ju lutem thoni dhe diçka. Duke qenë se ju nuk keni besim që mund ketë një reformë rrethore të sistemit pensioneve në këtë mandat 4. Por ju jeni shumicë në Shqipëri, pensionistët kanë rezultuar janë forca kryesore sepse rinia ka ikur në shkolla e nesër. A keni besim që këtë mandat që shumicë që jeni do bëheni bashkë për t'i bërë presion qeverisë? Të shohim, inshallah ju kthehet mendja sepse një pjesë janë patronazhist. Ata që i mban qeveria, që kanë pensionin nga 600-700 e lartë. Do më thënë, si të thaj, pensionistët e partisë, si që më tha mua i gjati që kemi në krye. Një pjesë kanë fëmijët në punë dhe kanë frikë. Jo se s'duan, se po t'i pjesësh me zëmër e me kështu duan në për kafene, në për rrugë, në për këto, flasin mua edhe mbrëm që dola këtu në shëtitorin e kësaj, pensionist nga Durrësi më kanë kap 4-5 veta, ti halal të qoftë, më thanë mua, po unë tha kam 2 vajzat në punë, tha, dhe kam frikë, tha. Të kam parë në për televizorën e për këto, tha, që kërkon për moshën e 3. Edhe një gjë tjetër, ne kërkuam abonen falas, po jo vetëm për Tiranën, për gjithë Shqipërinë. Abonen ndërqytetase, më kupton, jo rrethet. Tiranës ja dhan, Kamxës nuk ja dhan. Autobusat e Kamxës kalojnë në territorin e Tiranës. Nuk të njohun, thot ai. Kamxa Liu nuk ka abone falas. Me mua kanë punuar dhe ata në minier. Se një pjesë e madhe atyre në Valias kanë që në miniera, në punra, të gjithë pensionistë janë. Ju ishit këtë mandat 3 ishit simboli protestës, madje edhe episodi që u shtrit para kryeministrit tek mbledhja, por premtoni që kjo do të vazhdojë domethënë. Jo, do vazhdoj dhe do vazhdoj më keq,
dhe atje para kryeministisht do t'i shtrihemi në derë. Nuk do rrim. Nuk do rrim. Falënderojmë gjithmonë lëvizjen bashkë, që na ka mbështetur në çdo kaos, se ne mua më ka rënë të herë fikët atje. Keni komunikuar me Arlindin për aksionet vazhdim shtator? Ai do të jetë lëvizja bashkë, do të jetë deputet në parlament. Në programin e tij minimumin jetik, statusin e minatorit, shtresat në nevojë, problemet sociale. Arlindi ka dhe një gjë tjetër do me thënë për bujqësinë, për blektorin, po ka dhe një gjë për bletarin, që se ka asnjë parti për të subvencionuar, sepse këta thonë duhet kesh 101 kokë bakti, thonë për atë fshatarin e varfër atje, të ketë 101 që të subvencionojnë, po ja ra murtaja tani, si ai me 100, si ai me 200, si ai me 30 murtaja i zë. Lekët e subvencionimit i do për t'i bërë vaksinat e të gjitha, që të hapemi në çdo fushë tani, se ajo s'është fusha ime, po që mendja të vetes edhe tek ai gjuna është. Zoti Shino, faleminderit e njëherë për bisedën dhe ne do jemi kontakt sërish, do flasim sërish për ta ndjekur problemin deri në inshallah një zgjidhje që të jetë e kënaqshme për ju. Dhe një gjë kam unë. Ka filluar turizmi këtej nga Durrës, si që thonë, turizmi është si dikur Tirana, që pastroj mitet Havari me Edi Ramën. Në rër, lokale PVC. Kiamet i madh, duhet të vini me kamerë me kështu ti shikoni, më shumë lokalet janë më të mëdha në rër se sa në brenda. Paleshe zlonet e pensionistëve që vjen bashkia i merr natën pa të lajmëruar, i vjedh edhe kështu, ajo është pronë private, unë e kam lënë në rër. Ai le të vi, të bëj njeriu atje se njerëz ka që vinë vërdall sa të duash. Po u kënaqen inspektorët e bashkive. Merr nga këta e hiq neve. Po të shikosh plazhet publike, janë të gjitha atje kur rrjedhin ujërat e bodrumeve, kur bie shi që vën pombat këta, në ato vende janë, në vendet më të pista. Ja le ta fillojnë për shembull që këtu këtë zonën u pale nga Curilat andaj, që nga proji, nga Kavalishenca deri te proji Majemit ose në Golem. Me një kamerë ti shikosh ti ashtu të gjitha këto janë beter. Të falenderoj. Zoti Shino, faleminderit ju. Do dëgjojmë sërish, të uroj më të mira.